Kokën e pash një pallat sikur se re, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhammed ai pallati aty nalt është pallati yt. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lejoni të vinë pallatin tënd. Tha jo. Allah ki me jetu. Allah se ke përfundu e gjelin. Kur ta përfundojsh e gjelin, atëherë ke me hyjtë e pallati jote. Sallallahu alaihi wasallam. Këto janë disa prej gjunave që ka dërmin vari në barzakh, në jetën e barzakhut. E besimtari si besimtari gjunahet nuk i merr për hajgate. Ju e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Mos e nënçesoni për veprave të mira qoftë edhe diçka shumë e vogël. Se ka thënë dietarët la tahqiranna min ash-sharri shay'an. Gjithashtu mos e nënçesoni për sherrin, për keqes, qoftë edhe ajo diçka e vogël. Besimtari i sheh gjunahet e vogla sikur se një mal që i rrin mbi kokën e tij, gati për me zonë për sipër. Dhe gjunahet e vogla kështu ishte. Kurse munafiku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Abdullah ibn Mesudi, i sheh gjunahet por sikur se një mis që kalon pranë fundës së tij dhe ja bën. Prandaj vëllezër, mos i nënvlerësojmë gjunahet.